Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani do t'i ftojë liderët e partive politike në takime në ditët në vijim. Kështu ka deklaruar për mediat Bekim Kupina, këshilltar për mediat i presidentes. Presidentja pret që partitë e përfaqësuara në kuvend të zbatojnë atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe ta përfundojnë seancën konstituive brenda 30 ditëve, siç ka kërkuar gjykata, deklaroi ai. Kupina theksoi se nëse paraqitet nevoja, shefja e shtetit mbetet e gatshme të drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë, derisa dje për të 38 herë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës. As pas vendimit të gjykatës kushtetuese nuk u arrit zgjedhja e kryetarit dhe kryesia e parlamentit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kryetari i Prishtinës Porparim Rama u përballën sot me njëri tjetrin gjatë vendosjes së burthemelit të qerdhes në Bardhosh. Ishte i pari i Prishtinës ai që gjatë adresimit për media ju lut kryeministrit në detyrë që ta zhbllokonte buxhetin e kryeqytetit, duke përmendur projekte të mëdha të ngecura për shkak të mungesës së bashkëpunimit. E Kurti u përgjigj duke kritikuar Ramon për mënyrën si e cilësoi projektet dhe duke aluduar në humbjen e tij në zgjedhjet lokale, duke thënë se kryetari Rama pas vjeshtës duhet të gjejë një punë tjetër. E në këtë përplasje mes tyre janë përfshirë edhe deputeti LDK-s Paris Guri, ministri në detyrë i financave Hekuran Murati dhe drejtoresha e kulturës në Prishtinë, Sibel Halimi. Deputeti Guri e komentoi me një postim në Facebook deklaratën e sotme të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ku i tha se Rama duhet të gjejë një punë tjetër në Vjesht. Qështu i thojshin edhe para 4 viteve përparimit, po i vetmi që e ka pas ndërru vendin e punës ka qenë Arben Vitia. Shkroi Guri, duke kujtuar se Arben Vitia i kthyer në Ministrinë e Shëndetësisë përkohësisht ishte bërë udhëheqës në një laboratori privat pasi kishte humbur zgjedhjet për kryetar të Prishtinës. E ministri në detyrë Hekuran Murati tha se opozita është fajtore që ka mbetur pezull edhe ndryshim plotësimi i ligjeve të buxhetit. Për shkak se opozita po e bllokon konstituimin e kuvendit, ka mbetur pezull edhe ndryshim plotësimi i ligjit të buxhetit që do të përfshinte buxhetin e 3 komunave të cilat ishin vonuar në miratimin e buxheteve komunale, sipas afateve ligjore. Pra buxhetet komunale janë miratuar në asamblen përkatëse tek pas votimit të ligjit të buxhetit në kuvend dhe kësaj ato buxhete ende nuk janë në fuqi. Njëra nga këto komuna që është vonuar në miratimin e buxhetit është edhe Prishtina, ka shkruar Murati. Murati tha se Rama duhet të ankohet tek partia e tij LDK-ja, e cila po vonon plotësimin e ligjit të buxhetit duke mos e votuar. Pra, kur Porparim Rama kërkon zhbllokimin e buxhetit komunal, adresa e duhur për ankesë është pikërisht partia e tij LDK-ja, e cila duke mos votuar për konstituimin e kuvendit, po e vonon dhe plotësimin e ligjit të buxhetit për ta përfshirë edhe buxhetin e komunës së Prishtinës si pjesë përbërëse. Megjithatë, mos hyrja në fuqi e buxhetit të komunës së Prishtinës nuk e ka ndalur Porparim Ramën edhe LDK-n që të nënshkruajë kontrata milionëshe e të shpallin tendera milionësh pa kurfar mbulese në stil aksham pazar, duke shkelur kështu ligjin për financa publike dhe atë të prokurimeve publike, ka shkruar ministri në detyrë i financave. Ai ka theksuar se për këtë shkelje do të duhej që mund të ishte aktivizuar prokuroria, por deri më tani nuk kemi pasur asnjë veprim nga ana e tyre. Në këtë përplasje është përfshirë edhe drejtoresha për kulturë në komunën e Prishtinës, Sibel Halimi, e cila ka quajtur shpellar Albin Kurtin. Mendosi shpelle, ky është realiteti që vazhdon të mbys çdo ide, çdo iniciativë dhe çdo përpjekje për të bërë kryeqytetin një vend më të jetueshëm dhe më dinjitoz. Në vend që të mbështesim punën dhe përkushtimin, gjejnë kohë vetëm për cinizëm, të paskrupull dhe blokada të vazhdueshme. Është e pabesueshme ku kemi përfunduar pa parlament, me institucione të paralizuara dhe me barriera të vendosura me qëllim, vetëm për të mbajtur vendin peng të një mentaliteti të kalbur, ka shkruar Halimi në postimin e saj.